kush janë besim drejtët, kush janë të udhëzuarit, kush janë ata që përfituan nga fjallë Allahut te xhalla xhelalu. Allahu thot: "Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir." Ne duhet të ndërrozër të marrim shumë seriozisht këto vlerësime kuranore, këto gjykime hynore. Si e gjykon Allahu një besimtar, apo të them më drejt, si e prezanton Allahu një besimtar? E prezanton ja kështu, me këtë ajet në Surën Al-Bakara, i cili kur dëgjon udhëzimet e Allahut thot: "Sami'na", i dëgjuam, jo dëgjim veshi, po i kuptuam me dëgjim zemra. Dhe pastaj çfarë bën? "Wa ata'na", u nështruam, u përpjekëm që të nështrohem, dha mundin tonë o Zot që t'i bindemi udhëzimeve tua, megjithatë mbetemi borxhli, megjithatë mbetemi të mangët, andaj gufranaka, o Zot na fal për çdo lëshim, nga se Rabbana wa ilayka al-masir. Tek ty o Zot kemi me u kthy, para teje kemi me dal, kemi dhënë llogari para teje se çfarë kemi bërë me librin ton. Si kemi dëgjuar udhëzimet e tua, sa i kemi përfill. Prandaj në këtë jetë të ndërvozur ka edhe reagim, ka edhe realitet të mangësive tona, por ka edhe një lajm i rëndësishëm që ka të bëj me fundin ton. Cili është destinimi unë i fundit? Nuk është varri, por është dalja për Allahut, pas të cilës dalje përcaktohet pastaj fundi dhe përjesia e çdo njeriu, dhe është Allah që të kemi dalje faqebardh e përjesi të këndshme në xhennet. Andaj nështrimi, ti nështrohesh, e jo të thuash kismet, njetë e kumbo. Jo, besimtari i drejt e dëgjon udhëzimin, dhe nëse ky udhëzim përmban vend e tij obligim, e që besimtari ende nuk e ka në jetë këtë obligim të jetësuar dhe funksional, nxiton edhe e praktikon më një herë.